4 gra ngren akuza për abuzim seksual ndaj kandidatit për guvernator të Kalifornisë. 4 gra kanë ngritur akuza për sjellje të papërshtatshme seksuale ndaj kongresmenit amerikan Eric Swalwell, përfshirë një ish punonjëse të stafit që pretendon se është përdhunuar prej tij, ndërsa vetë kongresmeni ka mohuar akuzat. Ish punonjësia deklaron se incidenti më i rënd ka ndodhur në vitin 2024, ku Swalwell, një nga kandidatët kryesorë demokrat për guvernator të Kalifornisë, përdhunoi kur ajo ishte e dehur. Po e largoja nga vetja duke thënë jo, por ai nuk u ndal, deklaroi ajo në një intervistë ekskluzive për CNN. Ajo pretendon gjithashtu për një episod të ngjashëm në vitin 2019 ku punonte për të, sipas saj marrëdhënia u ndikua nga pozicioni i pushtetit të kongresmenit. 3 gra të tjera pretendojnë sjellje të ndryshme të papërshtatshme, duke përfshirë mesazhe dhe foto të padëshiruara, si dhe kontakte fizike pa pëlqim. Këto akuza janë të rreme dhe vinë në prag të zgjedhjeve kundër kandidatit kryesor për guvernator, tha Swalwell në një deklaratë për CNN. Në një deklaratë, Swalwell ka cilësuar akuzat si të rreme me prapavi politike, duke theksuar se do të mbrojë veten përmes rrugëve ligjore.